Automjetët që qarkullojnë në rrugën e Baqallëku duhet të bëjnë kujdes të shtuar, pasi dhe në kursitë e reja rrezikojnë që të përfshihen në aksidente. Shkaku është absurd, një shtyllë elektrike ndodhet ende në mes të një kursie, ndërsa një kabinë elektrike ka bllokuar përfundimin e kursisë tjetër në një segment prej vetëm 10 deri në 15 metrash. Siç tregojnë edhe pamjet nga terreni, në të dyja anët është hedhur shtresa para asfaltit, ndërkohë që shtydha dhe kabina elektrike vazhdojnë të qëndrojnë aty, sikur të mos kishte ndodhur asgjë. Këto objekte duhet të ishin spostuar nga usheja Shkodër që përpara nisjes së punimeve në janar të këtij viti. Megjithatë, kanë kaluar gati 10 muaj dhe situata mbetet e pandryshuar, duke penguar ecurinë e projektit dhe duke vënë në rrezik sigurinë publike. Për hir të së vërtetës, ky shqetësim është trajtuar disa herë dhe nga mediat lokale, por duket se zëri qytetarëve ka rënë në vesh të shurdhër. Ende nuk dihet çfarë pret usheja për të ndërhyrë dhe për të realizuar detyrimin e saj, largimin e objekteve të rrjetit elektrik nga rruga, ndërkohë firma ndërtimi dhe Bashkia e Shkodër që është përfituese e drejt për drejt e këtij projekti heshin duke mos kërkuar llogari për vonesat. Qytetarët e Shkodrës presin përfundimin sa më të shpejtë të rrugës, që do të zhbllokojë hyrje daljen kryesore të qytetit dhe jo zvarritjen të panevojshme që mund të zgjidheshin brenda pak ditësh.